Komisioni Shtetëror Zgjedhor përmes shortit konstatoi numrat rëndor të kandidatëve presidencial në përflet votime. Presidenti aktual që do të garojë edhe për një mandat tjetër si kandidati i LSDM Stevo Pendarovski do të jetë i pari në listën e zgjedhjeve presidenciale. E dyta në listë do të jetë kandidati e VMRO DPMNE-s Gordana Siljanovska-Davskova, kandidati i Gromit Stevço Jakimovski do të jetë i treti në listë. Kandidati i BDI-s Bujar Osmani do të jetë i katërti. Biljana Cvetkovska nga e Majta do të jetë e pesta, kandidati i opozitës Arben Taravari i gjashti dhe i fundi do të jetë kandidati i ZNAM Maksim Dimitrievski. Kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor Aleksandar Dashtevski tha se përgatitjet për zbatimin e zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare përrjedhin sipas afateve të parapara ligjore. Momentalisht i presin propozimet e partive politike për këshillat të zgjedhor nga pushteti dhe nga opozita. Të gjithë veprimet që janë të përcaktuara qartë në afatet ligjore i zbatojmë në kohë dhe vlerësojmë se do të jetë mirë, tha Aleksandar Dashtevski. Sa i përket votimeve në diaspora, i tha se janë paraqitur diku rreth 2900 persona, prej të cilëve pjesa më e madhe nga Gjermania, SBA, Kanada dhe Australia. Megjithatë, në diasporë do të zhvillohen vetëm zgjedhje presidenciale. Për ato vende do të organizohen zgjedhje vetëm për president, pasi nuk janë paraqitur shumë dhe nuk do të organizohen zgjedhje parlamentare për shkak se nuk kanë arritur normën ligjore të votave të fituara, sa ka fituar më së paku një deputet në zgjedhjet e fundit. Kështu që nuk do të organizohen zgjedhjet parlamentare atje, ndërsa pjesa tjetër është në rrjedhë, tha Dashtevski. Ai më tej shtoi se paralelisht përrjedhin edhe afatet dhe përgatitjet edhe për zgjedhjet presidenciale. Tani ditëve në vijim pritet që partitë do dorëzojnë listat për zgjedhjet parlamentare dhe pasi të konstatohen ato të ketë short edhe për këto zgjedhje.